Pjesa e të shenjurit të pangopur ose të untuar gjatë gjithë ditës na ndihmon që të shohim përtej nesh dhe të solidarizohemi dhe me ata të cilët nuk kanë mundësi, sidomos ata të cilat janë në zonat e luftës. Gjithë ata të cilët agjerojnë, agjerimi nuk e ka vetin vetëm të aspektit fetar, religios, por edhe të aspektit fizik e mendor. Një prej vetive më të mira përveç asaj që na ofron me besimin që kemi, është edhe pjesa e menaxhimit të emocioneve, durimi, na ndihmon që të kontrollojmë ndjenjat tona ndaj fenomeneve dhe aspekteve të ndryshme. Një prej tyre më e rëndësishmja është për të gjithë ata të cilët janë konsumues të duhanit, e shohin që kur agjerojnë, dhe thot durimi tyre është në nivelin e dur dhe mund t'ja dalin për 2-13 orë edhe mos të pinë. Dhe thot përveç shumë aspekteve të tjera, janë edhe këto aspekte të cilat e kanë një rëndësi të jashtëzakonshme, shtoja faktin edhe të pjesës fizike dhe organizmit që na ndihmon në detoksifikimin e organizmit ton, rregullimin e metabolizmit, shëndetin e zemrës dhe shumë shka tjetër të cilat ne gjatë muajve ose tër vitit nuk arrim t'i praktikojmë për 7 tetore, aq më pak për 2-13 orë në 30 ditë të plota. Kështu që përfitoni nga aspektet e mira të cilat i ka Ramazani dhe tentoni me e pa se mundeni me i shmang disa vetit të cilat i konsideroni që ose luftoni për me ju shmang, por që është e pamundur. Thot përveç pjesës fetare, është edhe pjesa e durimit që shton rëndësinë dhe ose e qartëson që ne kemi të bojmë me pjesën e durimit, me pjesën e kontrollimit emocional dhe kontrollimit të dëshirave tona në shumë aspekte të ndryshme. Sidomos pjesa e afërsisë që ne kemi me pjesën fetare është jashtëzakonisht e rëndësishme, si dhe pjesa e të shenjurit të pangopur ose të untuar gjatë gjithë ditës na ndihmon që të shohim përtej nesh dhe të solidarizohemi dhe me ata të cilët nuk kanë mundësi, sidomos ata të cilat janë në zonat e luftës. Do thot e kemi një hapje të dritarës brenda vetes tonë të solidaritetit. Kështu që nuk është veç pjesa fetare, janë shumë pjesë tjera të cilat ngërthen në vete ky muaj aq i rëndësishëm. Mos ligjeroj tash shumë në këtë drejtim, se mundem me u kritiku nga predikusit fetar, mirë po që kjo është pjesë të cilën të paktën unë personalisht e ndjej çdo vetë që agjeroj.